Gjon, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi Fatos, përshëndetje. Mirë mëngjesi, përshëndetje. Mirë, po dëgjojmë dhe po të shojmë shumë mirë. Edhe thamë edhe më herët Fatos edhe tash po e përmendit që këtë shprehjen Zoti bekoft Amerikën e kemi dëgjuar shumë gjatë viteve të 90-ta nga ish presidenti Rugova, jo gjatë viteve të 90-ta, edhe pas luftës me njerë gjithmonë e ka pas në secilin paraqitje publike këtë shprehje si përshëndetjen e fund, por ti nuk e përdor shprehjen po në një kontekst komplet tjetër, apo jo? Edhe sinopsisi i shfaqjes edhe tema shfaqjes është komplet ndryshe. Ti je dhe autori i tekstit, apo jo? Po, me mëngjes dhe njerë se unë ndërprej lidhja... Po, ne po dëgjojmë, po. Po, Agron, është premiera nesër, pra nesër në Teatrin e Gjilanit, premiera e shfaqjes e tekstin cilin e kam shkruar, që titullohet në anglisht God Bless America, apo Zoti bekoft Amerikën. Është hera parë që po e punoj një tekst timin në teatr, edhe po, është në konteksti është tjetër, kretë joja ati për cilit ju folët, është një rrëfim, një fabul, do toja, metaforike për 4 shitësat e Biblës në Amerikën e viteve të 60-ta. Jam inspiru për një dokumentari, për një film një dokumentar, që po ashtu të viteve të 60-ta, që titulloj Shitësat, ku përsjellej fati i këtyre një grupi shokësh që shitshin Bibla dhe materiale tjera religiose në për Amerikë, pra derë më derë, shkoshin derë më derë për të shit Bibla dhe për mu ka qenë shumë interesante. Këtë tregim, e kam shru këtë tekst qatë kohës e pandemisë, qatë një kohë shumë depresive për gjithë neve, përfshije dhe mua, me doli disi, po thuj se spontanisht i gjithë rrëfimi, i cili pasaj mbeti, si me thonë, shqirtarin tim, deri në këtë moment, deri sa nuk komunikua me teatrin e Gjilanit, me drejtorin Ersonin, me bordin e teatrit, dhe erdhëm në konkludim që ta punojmë këtë tekst këtu, dhe kështu që do tjetë nesër premiera, të themi në terma filmik, premiera botrore e këtij teksti, dhe kjo shfaqje pra nesër, me datë 9 dhe pas nesër me datë 10 në Teatrin e Gjilanit. Fatos, njohim që një kohë gjatë si një regjisor kështu i suksesshëm edhe mjaft aktiv. Si e shpjegoni ju stilin tënë si regjisor dhe si e keni shfaqe atë në këtë shfaqje? Përbes shumë vështirë është me kriju stil njeriu, edhe aq më vështirë është vetët t'ja përcakton stilin. Do duhet dikush tjetër me fol për nëse unë fare kam stil apo për veprat e mia, gjithsesi unë të flas për veprat e dikujt tjetër. Unë tentoj të bëj shfaqje për fenomenet aktuale, pra tjetë ajo që kemi mësuar në shkollë, tjetë një korelacion objektiv i asaj se çfarë ndodh në shoqërinë tonë. Pastaj zhanret dalin vetvetiur, dalin edhe nga fabula. Unë adhuroj disi përzierjet e zhanreve, ashtu dhe sikur vetë jeta që nuk ka zhanër, apo i ka të gjitha zhanret brenda. Kështu që edhe kjo vepër po besoj dhe po shpresoj që është e tillë që vështirë përcaktohet zhanri, por një gjë e di që nuk do duhet ishte monotone, përkundrazi, po shpresoj që publiku i Gjilanit, i cili ka vërtet një traditë të gjatë dhe një shije të kultivuar teatrore, që do ta shijojnë, ka shumë skena që janë me humor, por edhe tjera që janë dramatike ashtu si vetjeta. Shumë interesante kjo. Në fakt, Fatos, është hera parë që ki në një shfaqje, ose edhe në një projekt tënd, më thuj, nëse po gaboj përveç teatrit, që ke një rol të dyfisht në klasë. Tash ti i merr kritikat pozitive ose vlerësimet edhe për tekstin, edhe për vënien në skenë, edhe për regjin. Si po thon, apo bën kjo me më shumë stres, me më shumë përgjegjësi, si po e merr, si po duket e gjithë kjo peshë mbarë? Po, ashtu është. Agron,
Kjo ka qenë një sfidë për mu, një themi një stres i dyfisht. Zakonisht kur kam punu, gjithmonë në teatr kam punu gjithmonë tekstet të autorëve, por jo tjerë, jo të mijat, edhe e kam pas një distancë ndaj autorit e cila është e nevojshme për regjisorin. Këtë rast nuk e kisha atë, edhe me një fjallë s'kisha kon me shajt, kështu kur në moment e kriza, por vërtet kam tentu. A kishe pasqyre me vete? A e ki telefonin? Telefonin me herë. Jo, vërtet jam mundu të jam kështu në thojza i pamëshirshëm ndaj tekstit, edhe i kam inkuraju gjithë ekipën, sidomos aktorët që t'jenë të hapur ndaj meje, që t'jenë edhe kritik ndaj tekstit, sepse ky tekst unë jam i koshient edhe që nuk është më i miri në botë dhe ka nevojë të zhvillohet ecë përpara kur vetën s'ken, si çdo tekst tjetër, sidomos ky, kështu që jam mundu të jetë sa më i hapur që të bashkë me ekipin ta ngrisim edhe pak asa është e mundur nivelin e tekstit. Për ndryshe kisha pas qef me i përmend ekipin e Shfaqjes. E kemi përmend edhe ne, dhe po e shohim, po e shohim. Jo, thuj lirisht, po patjetër. Okej. Pra janë gjithë aktorët e Gjilanit, e teatrit e Gjilanit, që janë Apnir Shkodra, Gani Ramani, Kushtim Qerimi, Ali Demi, Aurita Agushi, Alban Shahiqi, Artan Selimi, Bashkim Nexhipi, Mereme Berisha, Tringa Hasani, Safeti Mustafa Baftiu dhe Florent Saliu, si dhe bashkëpunëtorët e mi, asistente Emine Toska, Bekim Koqa, skenografi, Memlik Elmendi, kompozitori, Robert Nuha, koreografi, Borin Baftiu, video artist dhe dizajneri dritave, Leudita Hyseni, kostumografe dhe Shkelzen Berisha, dramaturgu. Sikur edhe se një numër po ashtu i njëjtë i punëtorëve të brendshëm pra të teatrit. Kështu që ka qenë një proces shumë mirë, është hera dytë që punoj në teatrin e Gjilanit, një proces jashtëzakonshëm, kemi filluar me provat diku nga fundi i shkurtit, pra një muaj e diçka jemi në këtë proces, edhe e kom shiu shumë, e kom shiu teatrin e Gjilanit, qytetin e Gjilanit, ja për i lajmërom nga Gjilani, tani. Ma mori mendja, po. Sepse nesër veç të jemi në para premierës, edhe pas nesër. Që ke për Gilanxhi. Gilanxhi. Unë edhe ashtu preordin nga babaj e kom nga kjo, nga Ana Morau, nuk jam shumë larg. Po. Edhe deshta them se e përmendën temperaturën, ju dëgjova para bisedës, po besoj, alas kum dal jashtë, por njëjtë është ftoftë, por deshta them që teatri i Gjilanit ka ngrohje shumë të mirë mbrana, për ata që vinë, pa merak në mramje do të jetë shumë ngrohje, shumë mirë. E ngrohtë atmosfera në skinë, por edhe përgjithshme kështu, a? Po, është ngrohja e mirë. Okej, super. A mund na ndalni ndonjë informacion lidhur me mesazhin që dëshironi të përcjellni me këtë shfaqje, po ashtu edhe a keni hasur ndonjë sfidë në realizimin e saj, se e dim që gjithmonë hekim për diçka në Kosovë. Po para më do të gjithmonë na mungon diçka. Para më do të më përmend që ka teatri edhe në Nxemi. Po, pikërisht janë përmendë. Se nuk ka shumë e zakonshme. Jo, zakonshme është, por jo, për shkakun e teatrit kombëtar. Për shkak në teatrin kombëtar fatos, po e themi tash është në renovim, po ka ditë me qenë ftoft edhe ka ditë me ardhera. Si më thon. Në ato vjetrin që është në renovim do shta. Po tash po në ato vjetrin që është në renovim, po them. Kështu që vërtet për te shakas, po vërtet i kemi këto objektet ose ku jemi ne aktualisht në RTK. Është luks, me thonë që i kemi një studio të mirë, se kemi. Kështu që vërtet kur janë disa kushte, ne kënaqemi me pak, me kushte minimale për punë, aq kërkojmë. Që na jemi sui generis. E vërtet, prandaj po themi. Shumë shka. E kështu për mesazhin, vërtet nuk isha dashur them mesazhin, sidomos edhe me faktin që edhe e kam shkruar këtë tekst. Besoj që është mirë që publiku ta merr mesazhin nga duke e konsumu veprën, duke e pas shfaqjen, të nxjerr konkluzionet e veta. Unë vetëm shpresoj që publiku ta shijon shfaqjen, që zgjat 1 orë e 20 minuta, edhe këtë informata ja për publikun. Shive, sfidat janë shtatë ju të zakonshme në Kosovë, në çdo lami. Këtë herë sfida më e madhe për mua ka qenë vetë teksti, pra që jam marrë me një tekst që e kam shkruar vetë, ajo ka qenë një sfidë për mua, përndryshe ka qenë një proces shumë i lehtë
dhe në një harmoni të jashtëzakonshme që mos i bim sysh, se ka kohë deri nesër, dhe s'kemi pas ndonjë problem kështu të madh teknik të themi apo çfarë do tjetër. Fakte, fatos në hyrje të programit krejt në orën 7 kur e prezantuam edhe temën edhe mysafirët, tham që po na vjen shumë mirë që për shembull regjisor, me që po flasim për teatrin në këtë rast, si puna jote që keni një emër, që keni një bagazh, po shkoni edhe nuk keni më të koncentruar veç në Prishtinë, po shkoni edhe jepni kontributin për shembull edhe për teatrin e Gjilanit, si puna jote në këtë rast ose nesër në Prizren, Ferizaj, Mitrovic, e teatro tjera që janë tashmë profesioniste, e kanë ansamblin e vet, dhe e kanë publikun e vet, edhe ju shkoni pra jepni kontributin juaj në këtë aspekt. Sa po mendon që po ndikon edhe në rritjen e nivelit të teatrit në këto qytete të tjera jashtë Prishtinës? Po, unë mendoj që dikush si unë kur shkon në një teatr si Teatri i Gjilanit është më shumë privilegj për mua se sa ndonjë kontributimi ndaj teatrit, sepse këto teatra që i përmendet ju, ky i Gjilanit, këto qyteteve, pra jashta kryeqytetit që është Gjilani, Prizreni, Gjakova, Mitrovica, Ferizaj, Peja, po. Po, Peja, Mostaroj. Pra, këto kanë një jetë shumë të bujshme teatrore, kanë trupat e veta teatrore të rezidente, kanë udhëheqës, kanë ndërtesat shumë të mira. Pra, besa, unë besoj sinqerisht që sa i përket kualitetit të prodhimit të shfaqjeve janë, që më thonë, në konkurencë me teatrin kombëtar të Kosovës dhe jo vetëm. Kështu që unë vetëm kisha dashur sa më shumë këto shfaqje të, si themi, të udhtojnë nëpër Kosovë, që shfaqjet e qyteteve të shifen në qytete tjera, sa më shumë që është të mundum. Kjo na mungon pak, ka lëvizje, por ne do të kishim dashur që kjo të jetë shumë normale dhe të jetë, si më thonë, rutinë e përhershme që çdo shfaqje që prodhohet në Gjilan të jepet në Prizren, Gjakov, Ferizaj edhe e kundërta, edhe në Prishtinë. Natyrisht, mos harrojmë, Prishtina nuk është vetëm teatri kombëtar, ka edhe teatra tjera. Kështu që sa i përket kësaj, jam shumë mirënjohës teatrave të Kosovës, sidomos të qyteteve të cilat bëjnë një punë të jashtëzakonshme. Tha që një kohë gjatë në Gjilan, apo jo? Që sa Po kohë? që një muaj e pak. Po, si shkon gjithë procedura e përgatitjes së një shfaqje? Si angazhohen edhe si drejtohen aktorët e gjithçka tjetër? Si është gjithë atmosfera? Teatri thonë gjithmonë e kanë shumë për zemër, edhe regjisorët edhe aktorët. A keni kohë për një të rrugë? Bashkë si kur... Si regjisor Kur bota, që ma na të nalim. me shkurtu pak. Ja, është një proces goxha i komplikuar, të them drejtën, por shumë i bukur njëkohësisht. Pra, fillon me, si më thonë, fillimisht me përzgjedhjen e tekstit, me përcaktimin me për cilin tekst punohet, që bëhet së bashku me regjisorin, me drejtorin artistik, bordin. Pastaj është përgjedhja e ekipit aktorëve dhe bashkëpunëtorëve. Pastaj nuk po flas për pjesën analitike përgatitore të regjisorit, ajo nuk kuptohet që bëhet më përpara, por në këto punë konkrete, pastaj bëhet përgjedhja pra e ekipit, pastaj bën analizat e tekstit bashkë me ekipin, provat çdo ditë, ka provat lexuese i themi atyre. Pra ne çdo ditë takohemi, sigurisht që dilin punë çdo ditë, edhe ne dalim në punë çdo ditë. Ama ju kënaqeni më shumë. Kjo është një perceptim nga jashtë. Po se ju nuk ishin edhe ato mundimet tona, vetëm atë që shipet në skenë. Qysh je si regjisor, Fatos, a je, po e vështirë deshta me thonë, po mandej thash hajtë të them, sa i përshtatshëm je, për ekipin. Ato duhet me thonë tjerë. Ata zakonisht, se në fund shfaqjes mas i festoni, ata ta thonë ato që e ka një për gjatë gjithë javëve, realisht. Po. Unë të them drejtën, ja kom përshtat gjatë këtë kësaj kohë, kësaj karrierës time, ja kom përshtat mënyrën e punës vetës,
edhe ajo është që unë kom qef shumë të kem një atmosferë shumë të qetë edhe të mirë dhe harmonike, në ekip pa nervoza, pa bërtima, edhe mendoj që kështu është më mirë për mua, po presoj edhe për ekipën, sepse por kjo nuk do të thotë që është kjo metodë, nëse mund ta quajmë, është e dura për gjithë kënd. Ajo secili regjisor ja përshtat dhe besoj që duhet ja përshtat personalitetit të vet, temperamentit vet, metodën e punës. Ka regjisor që janë të ndryshme, metoda të ndryshme, stilet të ndryshme, por me rëndësi është që në fund shfaqja të del mirë, sepse po të del shfaqja keq, edhe procesi pastaj nëse janë kënaq nuk është me rëndësi. Kështu që, po nëse është pyetja a bërtasun e ajo kështu i rrept jo, nuk jam. Asje, okej. Zdukesh po s'kemi pa në prova. Për ndryshe Fatosi ka punu edhe në televizion, Niko e kom pas e prorë. Fatos po, Niko, nuk e di sa gjatë ka qenë. Po, e kom pas e prorë. Edhe një e prorëve ma kreativ që kemi pas. Shef, me fjallë Ndërë shumë. Kujtoj dhune me mallat atë periud. Vërtet, ka qenë një periud shumë e mirë. Në fakt, është Fatos ajo pyetja klishe, s'po ta bëj si të tillë teatri a filmi, po du me e modifiku pak, po pa dasht me dalë shumë prej kësaj. Ti, një prej regjisorëve të rrallë vendor që të njohim që punon edhe film, që punon edhe serial, ke punu edhe reklama, punon edhe teatr. Tash, si më thonë, a e plotësoj një tjetën se ka regjisorë që janë të profilizuar veç për teatr, ose të tjerë që janë veç për film. Ty atë plotëson njëra tjetrën e plotëson edhe ty të bon më të mirë mandej kur punon në njërën ose në tjetrën? Po, une ashtu është agron, vazhdoj me punu gjitha këto formatet si regjisor, biles sa isha duke punu këtu në Gjilane, kisha një ditë xhirim që në kishte mbet nga viti i kalum i filmit tim që sapo jam duke e punu, që quhet Gruaja e shtëpisë. Kështu që u shkëputa për një ditë edhe shkova në xhirim filmit, u ktheva prapë këtu në prova në Gjilan. Për mu, besoj, natyrisht ka njerëz të ndryshëm, regjisorë të ndryshëm, dikush është i profilizuar vetëm në njërin, dikush si puna ime e preferon edhe e don shumë këtë, si më thonë, diversitetin, edhe filmin, edhe teatrin, edhe televizionin. Mua si shteti më përmbush kjo, më krijon një sfidë të re, një inspirim të ri kur ndroj format dhe i përkushtohem maksimalisht të gjithave, edhe nuk mund të them se e dua njërin më shumë se tjetrin. Vetëm e di se teatri të jep mua, në fakt, po besoj edhe tjerëve, më jep një përvojë, si më thonë, më mban në kondicion artistik, nëse mund ta quaj atë. Pra sikur sportisti që është një futbollist për shembull që ka nevojë të luaj konstant që të mbetet në formën e tij, edhe regjisori, po edhe artistë tjerë, besoj që duhet ta praktikojnë zehen sa më konstant, pra, sepse edhe kjo harrohet në farë mënyrë apo del nga forma, edhe e humbe edhe vetbesimin edhe pastaj ajo është shumë keq për një artist. Kështu që po, i dua këto të gjitha formatet. Edhe spotet muzikore mos harroj, disa pjesë. Edhe spotet, po. Ka kohë që s'kam punu spotet dhe reklama, por i kam punu shumë në kaluar. E di që ke kështu në CV. Mirë, Fatos, po të urojmë shumë sukses për premierën në nesërme. Ju falenderoj shumë për këtë bisedë të këndshme dhe i ftoj edhe një herë shikues, pra qytetarët e Gjilanit dhe jo vetëm, për nesër edhe pas nesër nga ora 8 Teatri i Gjilanit. God bless America, Zoti i bekoft Amerikën. Edhe Kosovën edhe Amerikën edhe gjithë. Kosovën gjithësisë.